tepër. Sepse një statistikë e fundit, e cila sjell dhe dosjet e gjykatave të faktit, në të cilat janë të depozituara 130.000 dosje vetëm në gjykatat e faktit, atëherë e çon numrin e dosjeve në 230.000 dosje. Marrim këtë moment. 2. Se këta që këndojnë këngën e kësaj reforme dhe e mbrojnë, këta shkelmojnë të drejtën më elementare të qytetarëve shqiptarë. 2. Në këtë sistem, gjykatësi de facto është azjesuar, sepse është dhënë në kontrollin policesk të prokurorit që i dërgon dosjen. Të prokurorit që i dërgon dosjen. Pra sot, çfarë ke në drejtësi? Sot ke një prokuror që kontrollon gjykatësit. Dhe këta prokuror, dëgjoj Osman sa interesant është. Dhe ai sa dush që fsheh krime dhe dosje. Këta s'përmendin një herë se qytetari shqiptar mbeti pa proces gjyqësor. Këta nuk kanë ndërgjegjen më minimale profesionale. Se ti, kur e shef këtë katastrofë, jo politikani, po ti mor, duhet t'jesh i pari që do t'i thuash kombit tënd dhe do t'i thuash bocë se qytetar, këtu nuk ka një proces gjyqësor për qytetarët. Kjo është, dhe unë atë shtrohallim, po pse unë shtrova atë? Unë shtrova atë sepse janë, pra, unë po marrë prapë shifrën e vjetër, 150.000 familje. Po nuk janë pak 150.000 familje, sepse se cili nga të tjerë që nuk janë ato 150.000, mund t'jetë njëra prej tyre. Atër, ku do shkojmë në padrejtësi? I ke ndëgjuar ju në njëherë të shtrojnë të problem? A e dini ju që nuk ka më proces administrativ, gjykata administrative, po thuaj. Do në 15 vite. Kush është ai njeri që vjen të investojë në një vend që duhet një vendim administrativ 15 vite? O zotëri, ata që fshehin, ata shqiptarë që fshehin, këtë katastrofë që u krijuar, ata vetëm shqiptarë nuk janë. Mirë, po procesi gjyqësor është gjithnjë një proces shumë i rëndësishëm për ata që paraqiten për të kërkuar gjykim. Ndaj dhe unë e keni shumë drejt. Këtë konsideroj emergjencën e emergjencave. Kurse ka politizimin e saj është i faktuar, e kemi faktuar me 3 rezoluta. Politizimi i saj pati jo rastisht s'ka rasima. 2 ndigjesa javën që kaloi s'ka ndodhur kurrë në historinë e Shqipërisë. Kurrë. Njëra në Këshillin e Europës, unë me 2 grupe parlamentare kryesore, ku paraqita të gjitha aspektet antidemokratike të sistemit të sotëm të drejtësisë. Përveç tjera, shamtanga. Ku paraqitën hearingu përveç këtij, u bë dhe hearingu në një vendim i jashtëzakonshëm, është se nuk bëhet hearingu në këtë kohë që u bë. Ka një kod ata aty. Por duke pas e Edi Rama, pse e bën hearingun ata? A e dini pse e bën? Nuk bëj, ja u them unë ju. Normalisht ai nuk bëj. Pse është ndërhyr, Edi Rama thotë më ndërhyt. Po e bën. Pse?
sepse e panë që ai s'ka adresua asnjë nga rekomandimet themelore të OSBE-ODIHR-it të zgjedhjeve të mëparshme. Dhe po t'ja u keni lexuar ju diskutimet, ata i përmendin, u referojnë, se duhet parë në teksti, u referohen atyre raporteve. Ata u informuan se Suel Çela ditë e natë po zbaton porosinë e Edi Ramës për të zgjedhur deputete një mile, Sara Mile, dhe se Edi Rama i thot Suelit, kontributi yt do matet me votat që merr Sara. Edhe unë i them Suelit, se në mënyrë absolute do të ndëshkohet në mënyrën më të rëndë për krimin monstruoz elektoral kushtetues po vazhdojnë të mënyrë. Tani i thot Edi ati, prova jote është që të kuptohet se ke kontribue votat e Sars. Po ndurs, Gysi, me Pojen, ky Poja nuk qenë nga Xhevdet Troplini, është nipi i tij pas ka marrë fuqinë e klanit tani aty. Ai që ka omnipotenti me Gjushin. Gjushi ditë e natë u rithi i Durrësit dhe i Krimit, nuk rrin shtëpi, rrin në takime me Malavitën, për të nxjerrë këtë dhe atë kandidat. Mirë i them ati nipit Troplinëve, dasje ka mbjemra, se si ka, nuk ja majmen tani, s'ka nësi, ja gjevën ati, se ja kam diku këtu, po. Vazhdo po deshe, bashkë me Altin Hajrin, por ju garantoj se do keni ndëshkimet më të rënda, se krimi elektoral do shpallet krim me 20 vite dënim. Po, dhe ti mbledhin vetë pastaj sa u bën me krimet tjera, që su dalin 2 jetë po të kenë për burg. Po Bajrët i transferoj Ulëziu në Reç. Shkoni e keni në Reç. Se kërkoj Safeti i tha, tani unë nuk i kam duart e lira këtu të 313, se këtu regjistrohet e bëhet çdo gjë, do më çoni në Reç që të punoj. Dhe nga Reçi, ai me 2-3 telefona që ka marrë, çan telefonat, kërson biznismen e tjerë më radhë. Pra, të gjitha këto e bindën Parlamentin Evropian, Komisionin më të rëndësishëm të këtij parlamenti, për të bërë një hearing në fushat elektorale, prak fushat elektorale. Dhe aty kanë dalë të gjitha këto. Dhe u thomu këtyre kriminelve që marrin pjesë, që zbatojnë urdhat e Edi Ramës, vetëm hëna mund të mbetet për ju, se mbi tokë vend nuk keni, se po bëjmë kriminal ndërkombëtar elektoral. Dhe emrat e tyre po shkojnë kudo. O të më sjellish ti Sarën, i thot në parlament, ose do shkosh në burg. Dhe ai rrin tani, terrorizon njerëz, më shpëtoni mua, votoni për Sarën. Shumë e vërtet. Dori këtu e kam mesazhin. Shumë të saktë. Ndaj dhe Europa reagoj fuqishëm, reagoj që s'ka rrezuar, nuk ka rreguar kur. Nuk e la hearing për mas zgjedhjeve. Jo, nuk e la për mas, normalisht mas zgjedhjeve. Bënte hearing dhe ja numëronte pastaj. Jo, i thë, përpara njerë, mos luaj me nema, mos luaj me zgjedhjet. Kurse aty në Këshillin e Europës, unë ju po, e njohur fare, Sueli është në kërkim, Altin Hajri është në kërkim
për këtë nipin e Troplinit nuk e di nëse është kërkim apo jo, po do pyes, do marr informacion më të saktë se ky del tani se ky tani pas ka marrë gjithë frenat në dorë të portit e të gjithave, që në ka më i fuqishme aty, bashkë me gjushin. Kështu që kjo është një betejë, po shqiptarët po e kuptojnë vetëm mama. Po e kuptojnë. Po e kuptojnë shumë mirë, edhe mbjen shumë mirë, jam shumë optimist. E theksoj dhe njerë që nga dita e themelimit të Këshillit të Europës gjerë sot, i vetmi njeri që ka vizituat institucion dhe ka mbajt fjalim dhe që është anulluar darka apo dreka, se hershtojnë drek, hershtojnë dark, është Edi Rama. Dhe rinë mashtron shqiptarët, jo nuk ka ndodhur. Ka ndodhur dhe këte ma thanë gjatë kohës që isha unë, jo një, por dhe 4 zyrtarë të lartë të Këshillit të Europës. Sepse kishte folë, si me qenë, biri i Enver Hoxhës apo i Gaddafit. Dhe nuk qe rast ajo që futa në fjalën time, Gaddafin dhe Enver Hoxhën. Nuk qe rastet, se po ata e kuptonin se pse e futa unë. Që jemi sinqert me ju. Zoti Berisha, pyetja e dytë. A keni bërë ju sondazhe, zoti Berisha, se si kanë reaguar qytetarët shqiptar në